Sot do të përgatis një byrek me qumësht dhe për këtë recetë do të përdorim një pako me peta, unë i kam blerë të gatshme, do të përdorim qumështin, vajin e ullirit, gjalpin, piperin e zi, kripën dhe vezët. Këto janë përbërësit për të realizuar një byrek me qumësht të shkëlqyer. Fillimisht do të vendosim në një enë vezët, një nga një. Jemi duke shtuar dhe qumshin dhe i përzjejmë. Shtojmë vajin. Jam duke i përzjerë përbërësit gjithë. Do të vazhdojmë në këtë mënyrë, do t'i regjim petët ose këtu, i vendosim këtu ose me lugën e gjellës, me garuzë. Mund të marrim nga pak nga masa e qumshtit edhe vendosim mbi sipërfaqen e petëve. Këto janë dy mënyra, ose i vendosim këtu në enë, ose i hedhim me lugën e gjellës. Derisa të regjem plotësisht. Dhe një sekret që është për këtë byrek, nuk duhet ta fusim e njerë, do ta lëm pak që ai të regjet mirë, pastaj e vendosim për ta pjekur. Përvejmë edhe që gjallë. E kemi gati për ta vendosur në furrë. Do ta pjekim në 200 gradë. Bërenje bën mrekulli. Shi sa bukur e ka pjekur.